Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, tha se nga e shtuna 24 majit do të hapet tuneli Llogaras për qarkullimin e automjeteve. Ajo zbuloi gjithashtu se tuneli do të jetë pa pagesë deri më datën 15 shtator, në mbështetje të plotë të industrisë të turizmit, që tashmë ka filluar të konsolidohet, tha Balluku në një postim në Facebook. Përshëndetje nga tuneli Llogaras. Nesër e shtunë në orën 9, datë 24 maj, tuneli do të jetë i aksesueshëm për të gjitha automjetet, për trafikun që vjen dhe shkon në jug të vendit, përveç automjeteve të tonazhit të rënd. Tuneli do të jetë pa pagesë deri në 15 shtator, në mbështetje të plotë të industrisë së turizmit, e cila tashmë ka filluar të konsolidohet. Kjo tregohet qartë edhe nga numri i gjithë njësive të reja të hotelerisë që po hapen në jug të Shqipërisë. Kështu që duke filluar nga nesër, faciliteti i kalimit në tunel do të jetë i disponueshëm për të gjitha automjetet. Në tunelin 6 km të gjatë nuk do të lejohet vetëm kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd. Vënia në funksion e tunelit të Llogaras shkurton ndjeshëm distancën për të aksesuar jugun e vendit, duke evituar kalimin nga qafa Llogaras. Shpejtësia e lëvizjes në tunel do të jetë nga 50 deri në 80 km/h, ndërsa gjatë sezonit veror në të pritet të lëvizin rreth 10.000 automjete. Tuneli nis nga ura e Shënelizës dhe del në urën e Palasës, ndërsa është pjesë e seksionit rrugor Oriku-Mimar, pjesë e autostradës Vlorë-Sarand. Punimet për ndërtimin e tunelit nisën në 15 nëntor të vitit 2021, me kosto rreth $180 milion. Sipas njoftimeve të mëparshme të autoriteteve, nga viti i ardhshëm kalimi në të do të kushtoj €5.